A ka me vëllai dikush që se do në xhenetin? E që në hadithin që e transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa yunadi munadin min as-sama, ya baghi al-khayr aqbil, wa ya baghi ash-sharr aqsir." Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu urdhëron një lajmëtar nga qielli që të thret e të thot: "O ti që e don të mirën, hajde. O ti që e don të mirën, hajde. A e don të mirën, hajde, veç afroj të mirës. Wa ya baghi sharri aqsid. O ti që ke bon jetë me bo shërë e të keqe, ktheu prapë, mëse ban. Ani se e ke bon jetë." E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall përzgjedh disa robër të vetë që mi liru nga zormi i xhenemit. Edhe një gjë të tillë Allahu e bën në çdo mbrëmje të Ramazanit. Sot porosinë kemi, hajde o vëlla. Ramazani është një treg, një pazar i madh. Shumë i madh. Që secili që hyn në të, pa marrë parasysh a ka mall me vete ajo. Ju thot besimtarëve në Ramazan, hajde. Ti që kur s'ke agjeru, hajde, filla agjera, shpëta, son të fitoje xhenetin. Ti që kur s'je fal, hajde, filla falo, son të fitoje xhenetin. Vallahi dhe billahi për Allahun, asgjë nuk është një besimtarit me adhuru xhenetin. Kjo është myshde nga Rabbul Alemini që i thret besimtarët me mëshirën e tij të gjane të madhe, ju thot hajde. A e don vetëm ti të mirën? A ki qef vetëm me ju afru të mirës? Mos u ndal, hec, afroju. Të që i ki 100 boma e 100 zeza, tash hajde pendohu. Allahu e ka urdhnu këtë lajmëtar prej qiellit që gjithve neve me na thirr. Kush jemi na? Me ju përzi ftesës dhe thirrjes së Rabbul Aleminit. Dhe kjo ftesë dhe kjo thirrje nuk është vetëm për filanin që është në safin e parë, nuk është vetëm për hoxhallarët, nuk është vetëm për ata që kanë shkuar në haxh, kanë bërë umre, japin shumë sadaka. Kjo është për secilin që e don Allahun azza wa jall. Kjo është për secilin që e don xhenetin. Kjo është për secilin që e don ndryshimin. Kjo është për secilin që e don xhenetin. A ka me vëlla dikush që se don xhenetin? A ka me vëlla dikush që se don xhenetin? Kjo ftesë, kjo thirrje të vjen në çdo mbrëmje dhe në çdo natë. Mos u kthe mas. Mos u kthe se shejtani atë ka dëshirë që ty me thonë kush je ti me fitu xhenetin. Ti xhenet. Po shejtani kështu të thot. Ti në xhenet, aha, hej. 50 vjetë sa fine parë, ti parzit ki hinë gjami, ti në xhenet. Parzit ki hinë gjami, son të fiton xhenetin. Veç a ki qef me fitu. Kur s'ke majtë Ramazan, ti në xhenet. Sot ki me majtë Ramazan. Mbromje me izën të Rabbul Aleminit e fiton xhenetin, veç a e lip, a e don.